ka një konkurs, kur ka një konkurs ka vetëm një fitues, dhe kjo është dhe duhet kuptuar kjo gjë. Domethënë ajo mund të jetë, kur i thon, edhe një qerpik më i gjatë edhe ka fituar, po egzagjeroj në këtë moment. E kuptoj. Por është gjithmonë që ka një gjë më tepër. Nuk është se na kanë ardhur ndonjëherë që t'jen aty 4 veta dhe ti thua ku do t'i vëm gishtin. Dhe po bën vetëm një short ku ti bjeri guri. Gjithmonë ka qenë një gjë, se neve, shiko, unë personalisht, edhe kur e kam parë bashkë me kolegët e mi, gjithmonë shohim një personalitet. Skena nuk të do vetëm vokal. Skena ta do gjithë personalitetin. Dhe nuk po flasim për bukurinë. Nuk po flasim, neve po diskutojmë. Ne kemi shumë artistë që i ka bota shumë artistë. Ke një Barbara Streisand, ke një Edith Piaf, ti ke një absolutisht që skenikisht. Figura nuk të jepte asgjë, energjia të jepte shumë. Dhe gjithmonë ajo që kërkohet në ekran edhe në skenë është energjia. Janë njerëz, është ajo energji që përçohet dhe ti dëgjon aty, ti kujton se dëgjove mrekullin, ndërkohë ti të përçua një energji e tillë. Do të thotë që zërat bukur ka pas, do ketë vikena, as e para as e fundit. Por energjia, unë shumë shkoj ke pjesa e energjisë, prandaj them emocionin që përçohet, energjia që ti përçon. Edhe pa e bërtitur atë notën e parë. Nuk do të thotë lëshova zërin unë dhe ta mbusha mendjen ty. Jo. Çfarë more ti ka unë nga ana emocionale? Sepse për shembull ti ke shumë autor që ty të shkruajnë 2 faqe të tëra të shkruar piano pianissimo, mezzo forte, piano pianissimo. Një forte të këndojnë. Vetëm në akutin e fundit që thot o Zot po vdes. Që edhe kaq sa thash, normalisht që e ngrita më tepër se gjithë diskutimi që bën. O Zot po vdes. Nuk është o Zot po vdes, është gramat e fundit i atëre e lëshon atë. Atë që të jep Zotin në minutën e fundit. Po themi tani po e kapim një çik se do kalojmë çik ke pjesa pasionante në fund fare, prandaj jam e lumtur se bën një këndon pa kënduar, Vikena ka bazohet në emocionove pa kënduar. Po jo, gjithsesi janë kaq, shiko, po të kesh qetësinë, durimin, dhe ta lexosh pa as edhe një lloj ngarkese, atë çka të del përpara, ti kupton që është shumë e thjeshtë dhe e gjen veten shumë kollaj. Pa